Denoncimi në media për grabitjen e pronës duket se po i kushton shtrenjtë familjes Bua në Dërmi. Për çdo gjë që unë mund t'ju them dhe për çdo gjë që ju do më kërkoni, unë i kam të dokumentuar. Ashtu siç i ka dhe prokuroria dhe hesht dhe mbyllësit kanë frikë nga vetingu, nuk e di. Në prag të zgjedhjeve, qeveria shqiptare ka miratuar një vendim që i hap rrugën privatizimit të tohës shtetërore bregdetare në favor të ndërtuesve të resorteve, të cilët i ka marrë me qira €1. Vendimi ndryshon procedurat aktuale duke lejuar që këto sipërfaqe nëse kanë investime mbi €5 milion dhe janë mbi 500 m2 të kalojnë në pronësi private me çmime referencë dhe pa përfunduar kontratën e qeras. Sipas vendimit, kur në pronën shtetërore të dhënë me qira €1 subjekti ka investuar mbi €5 milion, atij lindet drejta e privatizimit të drejt për drejt të truallit me çmimet e miratuara nga Këshilli i Ministrave. Sipas burimeve të kapitalit, vendimi ka ardhur pas lobimit të fortë të disa ndërtuesve të resorteve në jug. Fillimisht, Ministria e Ekonomisë e kishte kundërshtuar, por pas urdhrave nga lart, ministri Blendi Gonxha është detyruar të përgatisë projektligjin në favor të grupeve të interesit. Ardhet çmimeve referencë miratuar që në vitin 2016 përcakton vlera të ndryshme për zonat bregdetare. Në Imar është 4.350 lek metri katror, në Orikum 5.530 lek metri katror dhe në disa zona arrin deri në 10.700 lek metri katror. Ky vendim konsolidohet si një hap drejt transformimit masiv të bregdetit shqiptar në duart private, duke përfituar ata që tashmë janë shpadhur investitor strategjik. Në total bëhet fjalë për miliona metra katror që mund të dalin nga prona publike dhe të shndrohen në pronat e oligarkëve të resorteve.